Do të serosh ti këtë gjë për shkakun që se nuk do vjen? Varet nga qasja që vjen. Unë besoj që duhet të serosh një mirë si madhe. Me kesin po thua. Qëse do të vesh reputacionin tënd me vend, të duhet që ndoshta fort. Çfarë do të vendimi? Sepse në rastin konkret me sa po kuptoj, domethënë e veti besoj që e ka në dorë këtë lloj gjëje, është ai. Normal. Si ti e ke dhënë dritën e shile. Kaq. Jo është dritën e shile me gjithë dritën portokalli që unë kisha brenda vetes. Dhe ja, shqyr zotit që e kisha dritën portokalli. Se di kush e fort are, se ti mund ta kesh këtu, mund të shkoj vaj. Ti mund ta kesh këtu, gjën, të shkoj vaj. Çështja është kur dalësh jashtë të pret. Në sensin, ku e di unë e ka ai apo se ka ti, se ato thanë të dy jemi shok. Po unë me thënë drejtën ma si shok nuk kam puth deri më sot. E ke për Kastila. Ma atë që unë jam puthur, e konsideroj diçka tjetër. Se tash i bie, hajde të puthun tash gjithë çunat që janë këtu se jemi shok. Në sensin, a jemi shok me njëri tjetrin, se po kalojmë, po rrim gjithë ditën në një shtëpi, po hajm, po pim, po flemi ditën do. Kështu që ishte sade fare, më tash se pam gjithë. Unë nuk i hyj diskutimeve, kam pas një marrëdhënie të rregullt apo kështu apo ashtu, unë nuk i hyj fare kësaj gjëje, por shok nuk jam. E pam të gjithë. Pam videon të gjithë. Nëse ti lëri kohën e vetë, ai se mendon ti të lësh, dhe unë personalisht të japë këshill. Jo si më i madh, po si më i rrahur me këto gjona, domethënë sepse jemi të rrahur gjithë me këto probleme, të mos i lë gjonat të pa pikë. Pa pikë, nëse i pikë thuaj djali dashur, çfarë të bësh? Gjithmonë. Jo, se tani sa më ta thon, por nga që kam shumë mendime në kokë edhe. Ku e di unë se çan priste jashtë? Ata mund ta kishin të marrëdhënien akoma. Kanë një konsensus, ai shfaqet singull, bën këtë historinë këtu, show, dalim jashtë, jep dorë, shnosh. Po jo, vëlla, se unë nuk jam kuku të luash ti me ndjenjat e mia sa ajo që do. Një herë, dy herë. Prandaj e kisha dritën portokalli brenda vetes unë. Sepse unë e dija, mua më kishin thënë ç'a bëj. Thjesht nuk e kisha parë me sytë e mi. Se edhe ti bëna vetes, edhe mund ta kishe bë, atë gjë për shkak. Kë? Ishin dyzime, ta bëja apo mos ta bëja. Se u pash nga ekrani, për ta puthur pjesë. Tjetër që isha dyzime, mos ajo ishte super emocion. Ore, me zemër, patjetër që ta kisha puthur. Po ishte truari që punonte pak më shumë e tha prit, sepse nëse ky person realisht do, mund të presë edhe 1 ditë më shumë, edhe 2 ditë më shumë, edhe 1 muaj më shumë nëse do jetë nevoja. Mendoj unë edhe përgjigjen që e thash dje. Big Brother, nëse nëse im do, vjen kërkon jashtë. Unë, për njëri që e dua, i jap 2 vepra. Dhe nuk është e thëna që patjetër kryosh këtu. Edhe që energjia pozitive më jep më ideal. Si? Mua si individ, më jep një energji shumë pozitive. Nuk e mohoj mua se kam hedh poshtë Ai atë. është shumë pozitiv. Si person, Po nuk ka e hedh poshtë. nuk diskutoj, Çështja ai është është një person me zemër shumë të madhe. Ka pikat e veta që çalon. Është me zemër shumë, apo ta thotë Riku, është me zemër shumë të madhe. Dhe nuk e kuptoj domethënë arrogancën që ka në këtë telefon. Nuk e kupton. Kuptoj me ty. E mendon që e ka. Ka, e kam thënë që një ishë arrogancë. Shkon në arrogancë, ose lëre, ma të vetë. Ka. Nuk bësh arrogancë. Ose nuk e ndjen për të bërë këtë gjë, kanë të lëre, ma të vetë. Pyqona, edhe nëse do shta do kam ndërhime shumë se shduhet, për më nuk ndjen mirë për shohë situata tjera dhe ashtë të